Unë mendoj që kur kemi parasysh propagandën, ti jesh më i madh se partia numër 2 dhe 3 marrë së bashku, kjo është e paparë në Evropë. Ma gjeni shtet tjetër në Evropë, ku partia e parë është më e madhe se e dyta dhe e treta bashkë. Shqipëria. Po Shqipëria e vërtetë. Nëse s'ka komisioni për vota fsheta, a mund me shku faktikisht? A mund me shku edhe një vjet me provu me vota fsheta për komision? Shikoni, ne këtë mund ta kryejmë nesër. Po nëse s'ka lëvë kështu. Po, a kuptoni, nëse s'ka lënë me votat në fsheftë, na sillim emër tjetër. Komisioni, ne duhet komisioni. Po komisioni, ta shumë nuk e di çka do të bëj kryesuesi Avni Dehari. Mirë, po ne marrëveshje këtu nuk kemi. Dhe duhet ta kuptoni që vetvendosi është subjekti fitues. Dhe tjetër kush nuk mundet me propozu emrat tonë për neve. Ne jemi më të mëdhaj se PDK-ja dhe LDK-ja marrë së bashku. Veç edhe në Shqipëri ka një shembull të gjashtë. Askund tjetër në Evropë. A ka një shembull tjetër në Evropë? Veç në Kosovë dhe në Shqipëri subjekti i parë është më i madh se i dytja i tretë marrë së bashku. Mos e harroni nën shkurtin, se shikoni, nëse më kritikoni në vitin e 4 qeverisë së tretin, mund të shohim se çka kemi bërë ndërkohë. Mirë, po zgjedhjet na i patën tash. Shtrohet pyetja nëse pas me qeverisë kaq keq, që është po thot opozita, pse e dyta edhe e treta së bashku nuk bojnë sa e para? Pse? Pse kryetari i PDK-s dhe kryetari i LDK-s udhëheqin parti që marrë së bashku nuk bojnë sa e para? Është zgjidhje e popullit, ç'to është puna. Unë s'muj më dhon tavolinë që asjo ka dhon popullin kuti. Është fakt që jeni më të mëdhenj edhe keni më shumë vota, por në tjetër që keni vota të mjaftueshme. Ky është problemi, thelbi i krejt problemi. Ta provojmë votimin e fshehtë. Ta provojmë. Po kjo nuk ka fënton dëshiras. Që është fënton dëshira, është mundësi kushtetuese. Votimi i hapur ose i fshehtë? Pse të mos e provojmë votimin? Kjo gjashta e seancave nuk ka kaluar Albalina aty. A s'është mjaftueshme me kuptuar që ajo zoja i ka votat? Ta provojmë votimin e fshehtë dhe nëse si ka votat në votimin e fshehtë, pendrojmë ende. Ta provojmë votimin e fshehtë. Ta provojmë me një emër të ri. Ja. Në seancën tjetër, me një herë sjellim emrin e ri nëse herën e parë. Jo pa u provu Albalina Agji. Jo pa u provu. Po, shikoni, unë kam ftu takime në prill. Nuk veshim. Në maj do veshim, do zveshim. Sot derdhen gati krejt. Mirë është kjo punë. Mirë, po unë po them edhe një herë, keq leximi që i kanë bërë gjykimit, gjykatës kushtetuese është problemi i madh. Kjo do të na largojë. E duhet ta pyetni gjykatën kushtetuese. Ta pyetni gjykatën kushtetuese, kështu siç jeni këtu. A do e pyesni ju? Jo, siç jeni këtu, po interesimin e shfaqni ju. Siç jeni këtu, shkoni te gjykata kushtetuese, ju lutem, edhe pyesni gjykatën kushtetuese çka bëhet mas 30. Ju jeni të zgjedhur te populli, nuk ka pyetje. Po pse s'po e pyesni ju nëse keni këtë interesim? Ama unë po ju them, shikoni, po ju them që kjo pyetje është legjitime. Vetë që adresa nuk është legjitime. Nuk pyetet kryeministri për këtë gjë, se nuk e din kryeministri. Atë gjykimin e bën ata. Ata që kanë bërë atë gjykimin, do të duhet t'ua sqarojnë juve si gazetare nderuar çka ndodh me Kosovën me 26 ose 27 kohë. Edhe unë e marr vesh përmes juve pastaj. Tash që kanë insinuar në takim, a keni këtu sërish në këto nëzgjisët e tove, sërish zidare të dhe mund me gjithë me që kanë insinuar të është një halë pozitiv. Mund t'i ftoj, por ta keni parasysh që takimi e mbledhjet nuk janë më lajm. Ajo që është problemi kryesor aktualisht është keq leximi i atë gjykimit gjykatës kushtetuese që shndrru në keq interpretim publik nga ana e Partisë.